Sa u mërzite që Danja zgjodhi biserën dhe Dhe gjë të tani. Danja, as pak. Nuk ka besim zero. Nisi që zgjidhte Danja biserën dhe Po, S'ka besim zero. Prit, seriozisht. Po e diun që s'ka besim, se kush po thon. Ti me ke luftë ndihet. Ne kuptona një lloj pike tjetër, nuk kuptona se këta thjesht se s'din gjatë çfarë loja, se ku jena fiks. Për ato, jo më pak, ti e di shumë mirë edhe të kuptoj se ku kena dash me dalë të dy. Tani, loja ka vazhdu tek e tek. Se cili, ti je tek si që qenë për fillimit, unë jam tek si që kam qenë për fillimit. Kena qëllimet tona, por kjo është loj nervash, loj intrigash, loj me përfitu me nxjerrë shembut një. Tani, nuk e di se sa je në gjendje ose sa I ke mendu se qëm nuk mund të ndodhin këtu gjatë rrotimit. Sidomos me njerëz tillë, si kur nga rozit e... Se që lloj degenerim mundet me ndodhë. Po ti dhe ushqim aty. Ja. Tani, unë nuk jam me ty, as nuk je ushtarja ime, as nuk jam krahuja. Na jena vetjak. Vetjak. Po ti, këtë gjë nuk mund ta bësh në sy të gjitha atyre. Ja, këtë mos ma thuj. Se mundesh ma bo. Në qoftë se ti më kap mu gabim të qitë keq, me dash me qitë lorin keq, edhe me të përfshirë ty, ma bëj kështu, pa që faqen e zesë. Këtë ta garantoj me jetë. Në qoftë se do me mbrojt, do të mbrojt. Në qoftë se do me mbrojt, mos më falë hiqen lojnë, putë më degenero. Po më kape, po më zune. Në qoftë se do me mbrojt, pa që faqen e bardë, ndoshta ndonjëherë sillen gjanat. Po nuk ta këshilloj mos me mbrojt. Tani, përdor situatat, përdor qatë të doje zemra, por do të me di diçka. Nuk e di se sa I ke bon në plan, gjanat me armist që ke, se në qa pike mund të arrish, se kjo a mu I fundit. Do të me di se qanë loj pike. Unë e di se ti je familjare, je non, I ke do gjana ma me limit. E kupton?